Deputeti i BDI-s dhe njëherësh antar i Këshillit të Përgjithshëm të kësaj partie Rafiz Aliti e quan të dështuar procesin e pastrimit të listës zgjedhore. Ai madje thot se zgjedhjet e parakohshme mund të kontestohen nëse KSZ-ja refuzon të regjistrojë në listën zgjedhore 30.000 votuesit e kontestuar dhe nëse atyre ju mohohet e drejta e votës. Nëse nuk ndodh kjo, që të pastrohen listat prej votuesve fiktiv, atëherë nëse fshihen këta 30.000 qytetarë të Republikës Maqedonisë, ju merret e drejta e votës, ne do të kemi zgjedhjet kontestuara dhe jo të rregullta. Deputeti i BDI-s thot se politikanët që janë pajtuar për metodologjinë aktuale për pastrimin e listës zgjedhore duhet të japin përgjegjësi politike. Gjithsesi se ne bajmë përgjegjësi, gjithë që merremi me politikë, po edhe ata që kanë qenë pjesë e bisedimeve, që është leju të vihet deri te kjo që një drejt që garanton kushtetuta që u merret për shkak metodologjisë e cila është përdor në Komisionin Shtetëror Zgjedhor. Aliti fton gjykatën kushtetuese që të vihet në mbrojtje të qytetarëve dhe të mos lejojë që atyre t'u merret e drejta e votës. Unë personalisht nuk kam ngrit, sipas informatave ka iniciativa qytetare, nëse jo edhe të subjekteve politike, cilët kanë ngrit iniciativë dhe mendoj se gjykata kushtetuese duhet vihet në interes të mbrojë kushtetutën. Të martën përfundoi afati 25 ditor për paraqitjen e votuesve të kontestuar në KSZ. Brenda këtij afati të drejtën e votës e kanë konfirmuar vetëm 8.922 qytetar nga gjithsej 39.502 të cilave ju kontestua e drejta e votës nga LSDM-ja. Pjesa tjetër, apo rreth 30.580 shtetas, do të kenë edhe një mundësi të dytë prej 15 ditësh për të konfirmuar të drejtën e tyre të votës pasi të shpallen zgjedhjet.